një gatim shumë i shishëm, shumë i mirë, edhe një vakt shumë i mirë për gjithë familjen. Të dashur ndjekës, sot do bëj një gatim tradicional shqiptar, qofte me lëng. Kjo është pak recetë e veçantë. Kam ngri një qep mesatare me një thelpi të vogël hudhe, merende gjithmonë, qepa merende, edhe rreth 400 gram mish të gri. Ajo boni dhe më pak, varet, një fet bukë të zakonshme, të shtrydhur fort në lavapjat. Gjithmonë bukë bajate mundohuni që një ditë para ta leni një fet në ambient të hapur që të thahet. Këtu kam një lugë merende me cipën e limonit të verdhë. Pra ne ju thash që është një recetë pak e veçantë. Do e hedhe një lugë miell për të piks pak, qoftja, një tuf koper të freskët, edhe një tuf majdanos. Dhe piper i zi, sigurisht. Kësaj mase do t'i hedhe edhe një vezë, shkiti dora. Edhe një copë të vogël djathi. Shumë pak, i jep shumë shije, heq edhe aromën e qepës. Prandaj u thash është pak recetë e veçantë të qofteve. Edhe një lugë me hamenje kryp. Edhe do t'i përzim të gjithë masën. Brumi kam marru 10 minuta, e kam punu mirë, që të marinohet ashtu si që duhet dhe të lidhet tamam masa. Tash i muloj pak, e pus, jo. Tash do filloj me skuqjen e qofteve, ynyrën do t'ja hedh pak të plot. Tu kam rreth 2 lugë e gjysmë me miell. Qoftet do t'i përgatis pak të vogla, jo shumë të mdhoja. Nga një lugë gjelle me të supës, jo me modhe, po ja. Do t'i largoj që jo me flak shumë të fort, na digjen qoftet, flak mesatare, vetëm voj, ynyra duhet jetë e nxehtë. S'ka gjo se kanë pak miell, se e pranon kjo recetë. Tash i mori lugë dhe i përzi. Në kohën që kemi skuq qoftet, duhet kemi bë hazër dhe lëngun, ujin e nxehtë. Kush dëshiron i hedh ujë të nxehtë, po shija nuk del perfekte. Po unë e kam bë me 2 knore, një pule dhe një me zarzavate, bëhet shumë i shijshëm lëngu. Gjithmonë me flak mesatare, që mos përcëllohen qoftet. Si që janë kështu qoftet, me këtë gropën në mes, unë do hudh millin aty, përpara se ti hudh millin, do hedh një lugë të vogël me t'lyn, për aromë. Në kohën që tretet lyni, unë do marrë, se nuk duhet jetë lëngu i trash, ja ka një lugë supe me miell. Edhe i lej në këtë boshlikun të kavërdisen. Në atë venin që skuqa millin, do hedhe një lugë salcë. Ja. Jo më shumë, një lugë të vetë. Edhe 2 lugë me uthull. Tashti do t'i hedh buljonin që kam pregatit. Do t'i lejmë të zi, rreth 20 minuta. Do t'i përzi njerë mirë, do t'a shoh për kryp, edhe për thartim. Do t'i shoh për kryp.
E ullim tashi, do t'i bëjmë avash, do t'i hudhe edhe pak. Ashtu dhe një dik me rigon. Ja, rigonin do t'ja hudhim në këtë mënyrë për të marrë shijen e duhur. Temperatura është ullë, do t'i muloj dhe do t'i lej rreth 25-20 minuta. Tashi qoftet i largoj nga zjarri, i ka dalë dhe i nyra sipër, tashi i largoj këto degët. Na bëft mirë dhe ne dreka.